morët që flasin gjithë kohës. Se flasin për mentalitetin shqiptar, ose nga banor që flasin gjithë kohës. Po ti vajzë, tani, tha merdi vlaj dhe fjala e vlajt për musht urdhër. Fjallë të Selin. Kemi qenë këtu, por unë do bëj lojën time se ai nuk është këtu. Si ta më them unë ty? Se ai nuk është këtu, ka thënë. Ajo nuk bën dot, kur i them unë ti nuk bën dot pa një çoban. Selin, duhet ta kuptoje që ti mund t'ja dalësh jetën tënde edhe pa një mashkull. A më kupton o Mirja, shumë e rëndësishme si mesazh. Ajo nga Miri ka shku ke Gimbo. Ajo nuk mund të rrihet në lojë vetëm. Ajo thot fjala e vllajt tim thot është urdhër, është ligj. Kupto? Pra ka forca një mashkulli ke Selini, ka një ndikim të jashtëzakonshëm si udhëzues. Kupto? Ore, e di çfarë duhet bënte ajo? Ti do ta udhëzosh vetën. E di çfarë duhet bënte ajo? Ajo duhet bënte një gjë. Letra e babait i thoshte nuk je ti që duhet largohesh, ti mund të luash vetëm, a kështu ishte? Një mbretëreshe vërtet nuk ka nevojë. Nuk ka nevojë. Atëre, mesazh shumë i bukur, i mrekullueshëm. Super. Atëre mund të bënte një veprim ajo. Shumë thjesht. Më thoshte mua, ti do ikësh nga krevati? Më thosha jo, se kam lojën time, do rrin krevat. Po iki unë atëre. Se sikon ai. Jo, po është logjike. Kjo i ka kriju konfuzion asaj, se babi vet i ka thënë një mbretëresh, los vetëm, nuk ka nevojë. Po ik pra, ik. Babi vet mund ketë menduar që ti do ikësh. Pse? Po pse ti do prekësh ndoshta në sedër? Jo, s'ka sepse unë kam krijuar. Ka qenë një mënyrë për me mbrojtë ai vajzën e vet. Unë dhe ajo kemi krijuar strategjinë për këtë lojë.